Kompania Ferar SHPK ka paditur deputeten e Partisë Socialiste Ermonela Felaj për shpifje, pas akuzave që ajo ngriti ndaj kësaj kompanie në lidhje me procedurat e koncesionit e hidrocentralit në lumin e Bënçes. Avokati i kësaj kompanie i ka quajtur si spekulime dhe të pavërteta akuzat se kjo kompani ishte e preferuara e ministrit Ruli në kohën kur ai drejtonte Ministrinë e Ekonomisë. Ai tha se opozita dhe përfaqësuesi e saj jo vetëm që nuk janë në krah të biznesit, por e godasin atë me mjete tepër të ulta. Sot Ferrari ka depozituar një paditë civile dhe një kërkesë penale pranë organeve të drejtësisë, me shpresën e besimin se këto instanca do të dinë të vënë në vend këtë lehtësi të papërballueshme të ligjvënëses Felaj, për të shpifur e për të dëmtuar një biznes të ndershëm dhe me shumë sakrifica. Shpreh keqardhjen e thellë se si opozita dhe përfaqësuesja e saj, jo vetëm që nuk janë në krah të biznesit, siç do të ishte natyrshme, por në këtë rast e godasin atë me mjete shumë të ulta. Akuzat e deputetes socialiste Felaj janë përgënjeshtruar dhe nga zëdhënësja e përshtypje ministrit Genc Ruli përmes dokumentave zyrtare. Komisioni i vlerësimit të ofertave zgjodhi të respektojë ligjin dhe të skualifikojë kompaninë. Me qëllim, Edi Rama lë pa përmendur letrën e fundit të APP-s. Është pikërisht kjo letër që mban datën 16/6/2008, e cila për informacionin tuaj mbyllet me shprehjen: Agjencia e Prokurimit Publik vlerëson të drejtë vendimin e Komisionit të vlerësimit të ofertave dhe vendos të mbyll hetimin administrativ dhe të lejoj autoritetin kontraktues, pra Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, që të vazhdoj procedurat e mëtejshme koncesionare për ndërtimin e hidrocentralit Bënç-Progonat Tepelen. Kjo tabel ka të paraqitur në mënyrë grafike të gjithë ecurinë shkresore të dyja këtyre projekteve, që ju të kuptoni më thjesht gjithë çorbën që qëllimisht e ka gatuar Edi Rama. Zëdhënësja e ministrit Ruli ka kërkuar Partisë Socialiste të lërë me një lojën politike, por nëse ka fakte për akuzat i drejtohet prokurorisë. Pra nga një anë kompanisë i thuhet se nuk plotëson kushtet e tenderit, ndërkohë që nga ana tjetër i jepen kontrata. Arsyeja vetme është se Genc Ruli kërkonte të mbyllte goja kësaj kompanie për të favorizuar kompaninë tjetër me të cilën kishte aferë korruptive.